Kush është e vërteta jote dhe çfarë gënjeshtra i ke thënë deri tani vetes tënde? Në bazë të ditës të lindjes. Dhe është videoja e dytë, shikoni dhe të parën, atje kam dhënë nga data 1 deri në 16 dhe tani do themi datën 17 deri në 31 të çdo muaji që keni lindur. Kjo nuk është thjesht vetëm çfarë gënjeshtra dhe e vërtetë është. Puna është që kjo të zgjon që deri tani je lodhur dhe lodhe shkot dhe nuk e qenë i lidhur me të vërtetën tënde. Dhe flas gjithmonë për në ndërgjegjen, jo për karakterin që ke 5 deri në 10%, por pjesën më të madhe, atë errësirën që nuk vete ta ndriçosh. Me këto fjalë do vesh sikur të vesh qiririn ose të hapësh një llambë atje në ndërgjegjen tënde të kuptosh çfarë ke bërë deri tani për veten tënde. Sepse jo vetëm ti, po edhe unë, kur e kuptova që deri tani i thosha vetes ti me gënjeshtra, duke u bërë e mirë me të tjerët dhe duke dëmtuar veten time, dhe gjithmonë ka një fitim të fshehtë për sjelljen që bëjmë ne. Më ndiq për më tepër edhe do flas dhe pak për atë ditën e lindjes time edhe çfarë mund të bëhet. Në qoftë se dëshiron që të punosh mbi këtë gënjeshtër që i ke thënë vetes tënde deri tani, mund të kërkosh informacion më të tepërt që të marrësh programin 21 ditor, që ta punosh në shtëpi në kohën tënde dhe të dalësh nga kjo gënjeshtra që i bën deri tani vetes dhe të lidhesh me veten tënde. Atëherë, je lindur në datën 16 të çdo muaji, e thash dhe te videoja e parë, shikojeni prap. Gënjeshtra që i thua vetes është dashuria gjithmonë dhemb. Dhe vërteta është e Zotit, ajo që dhemb nuk është dashuri. Shiko, pse qëndron në një dashuri që dhemb? 17. Duhet të provoj veten vazhdimisht. Shiko, ku e provon veten vazhdimisht? Dhe vërteta është ti je i mjaftueshëm e mjaftueshme. 18. Jam viktim e fatit tim. Edhe vërteta është ke fuqi dhe zgjidhje. Do të thënë ngriu të bësh diçka ndryshe. Pra të diçka ndryshe flasim, mund të marrësh programin 21 ditor që të dalësh nga roli i viktimës. 19. Duhet të bëj gjithçka vetëm. E vërteta, të kërkosh ndihmë është pjekuri. Ndaj, duhet të kërkosh ndihmë dhe e vërteta është kjo. Personat e lindur në datën 20, duhet të presësh momentin perfekt. E vërteta, momenti është tani. 21, nëse jam vetvetja, do të më refuzojnë. Është gënjeshtra që i thua vetes. E vërteta, maskat lodhin shpirtin. Prandaj hiqi maskat, sepse nuk është e vërtetë. 22. Ëndrat e mia janë shumë të mëdha dhe e vërteta ti je krijuar për to. Prandaj bëj sa më shumë ëndra. 23. Nuk jam i qëndrueshëm, e qëndrueshme. E vërteta je në proces rritje ndaj të ndodhin këto. Pranoje veten. 24. Pa mua të tjerët do humbasin. E vërteta, secili ka forcën e vet. Ti e datës 24 bën aq shumë përpjekje dhe të ndihmosh të tjerët dhe pastaj mërzitesh. Por ajo është një gënjeshtër që i ke thënë vetes. E vërteta është që secili ka forcën e vet dhe ti duhet t'i lesh të mos marrësh përgjegjësinë e të tjerëve se je lodhur. 25. Duhet të mbyllem që të mos lëndohem, do të thënë të mbyllem brenda vetes. E vërteta është zemra shrohet duke u hapur. 26. Dashuria kërkon sakrificë të dhimbshme. E vërteta, dashuria e shëndetshme të ushqen. 27. Je i lindur në datën 27. Jam shumë i ndjeshëm për këtë botë. E vërteta, ndjeshmëria është dhuratë. 28. Nëse nuk luftoj, do humbas. E vërteta, paqja fiton më shumë. 29. Gjithmonë do të mbaj barë karmike. E vërteta, ti je këtu për ta mbyllur ciklin, jo për të mbajtur barën. 30. Duhet të hesht për të ruajtur paqen.
je grua se burr dhe hesh për të ruajtur paqen. Kjo është gënjeshtra që i thua vetes, e vërteta jote sjell paqen. Data 31, do t'jemi lumtur kur të ndryshojnë të tjerët. Dhe vërteta është, lumturia fillon kur ndryshon. Ti dhe me marrëdhënien me veten tënde. Këto janë të gjitha ato gënjeshtrat dhe të vërtetat sipas ditës të lindjes tuaj. Dhe atë që do t'ju jep një shembull që është shembulli im, e lindur në 8 mars, unë kam ardhur të kem energjinë e fuqisë, të autoritetit dhe të drejtimit, por jo për të sunduar të tjerët, po për të mësuar të sundoj veten me forcë. Gënjeshtra ime kryesore që i kam thënë vetes ishte, vlera ime vjen nga sa mbaj, sa duroj dhe sa arri, dhe këtë e kam bërë për shumë vite në jetën time, akoma dhe si terapiste. Kjo është gënjeshtra më e madhe që i ka isha bërë vetes time. Që vajzë kam mësuar të isha e fortë, të mos ankohesha, të mbajnja përgjegjësi që nuk ishin të timet, të isha shtylla për të tjerët. Dhe shpirti im u bind se nëse ndalem, gjithçka do bjerë, do më thënë, unë i mbaj të gjitha, mora peshat e të tjerëve. Por kjo ishte gënjeshtra që i thosha unë shpirtit tim. E vërteta ime ishte se unë kam vlerë dhe edhe kur nuk mbaj asgjë, unë kam vlerë dhe nuk jam këtu për të paguar borxhe karmike me vuajtje. Jam këtu për të mësuar drejtimin e butë dhe jo kontrollin. Sepse kur jep shumë, pasaj do hysh dhe në kontroll. Dita e 8 jam lindur unë është 8 marsi, dhe muaji ka të bëj shumë. 8 marsi është dita flet për feminitetin e mohuar, që kam ardhur për të drejtat e grave dhe unë çfarë kam bërë? Kam mohuar dhe kisha hyrë në rolin e gjinisë maskullore. Shumë gra në këtë datë, në qoftë se dhe ti që e dëgjon këtë video e lindur në datën 8, somos në 8 mars, të dini që jemi detyruar të rritemi shpejt, të bëhemi burri i shtëpisë, të shtypim dëshirën, butësinë, lojën që na është dhënë nga Zoti dhe nuk e lejuam vete të ishim vajza. Prandaj sot shpirti yt fillon dhe thot u lodha. Mesazhi për të gjithë ju që jeni lindur në 8 mars dhe në datën 8, somos gratë, nuk dua më të fitoj me dhimbje, dua të jetoj me dignitet dhe qetësi. Dhe fjala shruese për ty, do më thënë e shembulli im ky, do më thënë po ju them si mund t'i punoni dhe ju këto, me ndihmën time, është që unë jam e sigurt edhe kur nuk luftoj, fuqia ime nuk ka nevojë të provoj as edhe një gjë. Zgjidhja kryesore themeli është ndalo së mbarturi, do më thënë universi, Zoti më thot ndalo së mbart të tjerët. Ti ke ardhur këtu për të jetuar dhe për veten tënde, nëse nuk e mbaj unë, gjithçka shëmbet, do më thënë gjithçka këtë urdhër të brendshëm që jep një vetes, këtë gënjeshtër, më lodhi dhe unë mundohesha të mbaj një gjithçka se kisha ardhur se të gjitha gjërat shemben. Por kjo duhet të mbyllet dhe ndaj ka ushtrim 21 ditor për mbylljen e kësaj gënjeshtrës dhe të lidhjes të vetes time me të vërtetën. Dhe një nga ushtrimet, po e them dhe unë, mund ta bësh të heq unë merita, heq dorë nga barra që nuk është e imja. Lejo jetën të më mbaj mua, sepse jeta ka ardhur të më mbaj mua, universi, Zoti, nuk erdha të dënohem. Mos e s'është nevoja ta shtysh, nuk është nevoja ta mbash, zgjidhja vjen kur unë liroj lodhjen dhe presionin. Fuqia maskullore duhet të largohet, zgjedhja nuk është më shumë disiplinë, por është butësimi, kontrolli. Dhe ka praktika konkrete që mund të bëni dhe juve, dhe kjo është thasht imja, çdo ditë të bëj një gjë pa qëllim, shëtitje pa destinacion, muzikë, ujë, lëvizje, jo për shërim, jo për punë, vetëm për trupin. Kjo e shkrin ngurtësinë e 8-s, do më thënë energjisë që kanë lindur në datën 8. Ka dhe zgjidhje për marrëdhëniet dhe shumë e shumë të tjerë.